Me 28 nëntor, çdo rrugë të shpije në vendin e sakrificës, e heroizmit, pra në prekazin legjendar, aty ku në po këtë datë të vitit 1955 lindi komandanti legjendar Adem Jashari. Për të nderuar komandantin legjendar Adem Jasharin, ishin shumë qytetar, e në mesin e tyre është edhe Bekim Shyti nga brigada 111 Adem Jashari. Njësia speciale Tigrat e Zi, a i tha se historia për këto data duhet të përcjellet edhe tek fëmijët për të përçuar mesazhin se sa duhet atë dheu. Urime festa 28 nëntorit, datë e veçantë, datë e cila na bashkon gjithë shqiptarëve nga Leposaviqi deri në Vlorë dhe datë që duhet ta përcjellim të gjithë gjeneratat që kjo datë bashkon edhe faktikisht ndalja e UÇK-s, ditëlindja e Adem Jasharit dhe këto data duhet patjetër të përcjellim të gjeneratat të ardhshme që janë data historike, t'ja ngullim domethënë fëmijëve tanë në vetdijen e tyre se sa e rëndësishme është të përçojmë mesazhe se sa duhet atë dheu dhe sa duhet të kontribuojmë për atë dheun. Kosova sot shënon dhe daljen e parë publike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Laush më 28 nëntor të vitit 1997. Krahas qytetarëve, sot në prekaz homazhe kanë bërë edhe krerët e partive politike.